E ftuara jonë është Jorgjia Diamanti, një grua e nderuar që vjen nga Kisha Rreze Dritë në Tiranë. Ajo do të ndajë me ne dëshminë e saj personale të njohjes së Jezusit dhe se si ky udhtim shpirtëror ka ndikuar në jetën e saj dhe në muzikën që buron prej saj. Si lind një këngë nga zemra e një besimtareje, si mund të jetë muzika një shërbes për lavdinë e Zotit, si lindin këngët që prekin zemrat. Mirë se na erdhe Jorgji. Faleminderit për ftesën. Është kaq bekim të kemi këtu. Edhe unë jam shumë e bekuar. Është e disa ta herë që vi në këtë studio. Edhe falenderoj Zotin që më jep shumë dituri, shumë zgjuarsi dhe me Zotin ndihem shumë e sigurt. Lavdi Zotit. Jemi mirënjohës Zotit për ty, kam pasur mundësinë të njoh nga afër edhe për tek kësaj studio. Të kemi parë shumë aktive në rrjetet sociale, në shërbesat ku ti je përfshirë, në Kishën Rreze Dritë, shumë shërbesa të tjera. Kështu që shumë nga ata që na ndjekin duan din kush është Jorgjia Diamanti. Jeta e saj, rrugtimi yt me Jezusin, ne do të prekim pak nga jeta jote, nga besimi tek Jezusi. Si u bëre krishter Jorgji, si erdhe deri në këtë pikë? Po, siç e thatë dhe ju, unë quhem Jorgjia Diamanti. Jam një nën, një gjyshe, një grua. Unë në fakt besimin tim personal e kam ortodokse. Por që kur vajza ime u dashurua dhe u martua me një djalë nga Fjeri, që ai ishte i krishter prej 20 e ca vitesh, dhe vajza ime do e mos që u fut në rrugën e Zotit, pranoi dhe ajo Jezusin, u kurorëzua në një kishë ungjëllore dhe nëpërmjet atyre, nëpërmjet fjalës që dëgjoja, nëpërmjet premtimeve që Zoti i ka dhënë zemrave të tyre, vendosa dhe unë ta njoh këtë Zotin, Jezusin, dhe më vonë ta bëj Zot dhe shpëtimtar të jetës time. Po cili ishte ai momenti final, do të thoja, ose pika kyçe kur të bëri të dorëzoheshe plotësisht tek Zoti? Sigurisht që ti pate fillimisht një ndikim nga kjo pjesë e familjes tënde. E mban mend ditën e parë kur u dorëzove plotësisht? Unë gjatë kësaj kohe frekuentoja kishën dhe një herë më bë një ftesë me gratë e kishës për të shkuar diku në malin e Dajtit për të kaluar një kohë. Dhe atje motra jon pranvera, Dervishaj, me kitarën e saj, këndoj një këngë për Zotin, dhe ajo këngë më preku shumë, dhe qatë ditë unë vendosa që të eci në rrugën e Zotit, ta pranoj Jezusin si Zot dhe shpëtimtar të jetës time, dhe u bën 14 vite që unë eci në këtë rrugë. A ishte momenti final kur prania e Zotit preku zemrën që më preku shumë zemrën. Dhe ti vazhdo një pjesë e kësaj kishe ku edhe u shpëtove, Kisha Rreze Dritë në Tiranë. Si është për ty të shkosh edhe të jesh aktive në shërbesat e kishës? Çfarë eksperiencë është për ty? Unë e frekuentoj rregullisht kishën. Jam në çdo kohë në kontakt me motrat, me vëllezërit, me pastorët, organizohemi. Dhe kjo është jo një detyrë, po kjo është një impenjim jetës time, që çdo gjë përveç çka mund të kemi unë angazhimeve familjare ose shoqërore, angazhimi në kishë e kam impenjimin tim më të madh dhe rrugën time më të drejtë, sepse ky Zot më ka shërbyer shumë në jetën time, më ka hapur shumë sfida, më ka hapur shumë rrugë të reja, më ka dhënë shoqëri, dhe sidomos dhe ka bërë mrekulli në jetën time, mrekulli shërimi. Po, pra është bekim shkosh të marrësh fjalën e Zotit në një kishë? Është shumë bekim. Në cilat shërbesa je përfshirë? Je aktive edhe në disa shërbesa të tjera aktualisht? Po, neve përveç organizimeve që kemi, u bë prej shumë kohësh që kemi edhe një shërbesën tonë, shërbesën e Ilingrumit, me 4 motra tjera, kur ne jemi shumë aktive, kur ne punojmë edhe nëpërmjet telefonit, kur na kërkohen lutje, dhe falenderoj Zotin që kemi pasur shumë dëshmi mrekullie që ka bërë Zoti nëpër këto persona, mbas ato nuk kanë qenë dhe të shpëtuar, por me lutjet tona dhe ne kemi këmbgulur, domethënë në premtimin që i kemi dhënë, dhe na kanë ardhur shumë dëshmi të bukura, dëshmi shërimi, dëshmi mrekulli që kanë pas njerëzit, jo vetëm shërimi, shërim fizik, shërim financiar, që kanë pas nevojë.
Dhe kështu që bashkë me motrat ne kemi një grup shumë të fuqishëm dhe i lutem Zotit që ta kemi dhe ta mbajmë këtë grup edhe të jemi në ndihmë të personave që kanë nevojë për lutje. Po. Lavdi Zotit për ty dhe për ju, për grupin që shërbeni Jorgji, në fakt ti je një grua e mbajtur, por duhet komplimentuar mosha jote që ti je aktive dhe ke këtë energji që besoj që Zoti ta ka dhënë. Për qenë bekim. Në çdo moshë njeriu mund të jetë bekim për ata që ka pranë apo jo. Po, është e vërtetë, siç e thash dhe më lart, Zoti më ka dhënë shumë paqe, shumë siguri, më ka dhënë mençuri që besoj që unë të jem dikush të dal të flas dhe mos kem fare jo turp, po të shfaqsohem nga çdo gjë, nga çdo ngurim i zemrës time dhe kur të flas për Zotin të jem e plot në Zotin, të jem e fuqishme dhe plot me shpresë. Zoti më ka dhënë shumë. Nuk e di, ndihem shumë e re në Zotin. Po, Jorgji, si e kështu uroj të ndihesh deri në fund të jetës tënde këtu në tokë. Si e përjeton ti marrëdhënien me Zotin çdo ditë, Jorgji? Si është ti je me Zotin, po them 24 orë non-stop, përveç atij momentit kur ti merr një moment edhe lutesh në dhomën tënde apo shkon në kish, përtej saj, ku është Jorgjia me Zotin? Unë e thënë të drejtën që në mëngjes ha Biblën, edhe inkurajoj shumë njerëz që i kam miq në Facebookun tim ose miq në telefonin tim, ju dërgoj vargje biblike, ju dërgoj psalme të ndryshëm dhe kënaqem kur njerëzit më thonë që ua sa më nevojitej sot kjo fjalë. Do me thënë, bëj një gjë që edhe njerëzit i afrohen sa më shumë dhe ta ndjejnë atë ndjesinë e Zotit ose dashurinë e Zotit, edhe kur dal që mbaroj këtë punë ose mbaroj drekën ose çka kam për të bërë dhe me shoqërinë time, prap nuk i ndahem fjalës Zotit. E dëshmoj dhe atyre që megjithmenë Zoti ka bërë mrekulli dhe Zoti i flet gjithmonë zemrës time. Jeta ka sfida, Jorgji, si ke përballuar ti çdo sfidë apo çdo problem në jetën tënde përmes besimit? A ka pasur një moment kur ti ke qenë gati dorëzosh, por në fakt nuk je dorëzuar? Po, siç e thash dhe më lart, me miqësitë e mia, shoqëritë e mia, unë kam pas goxha sfida, kur ato më drejtohen mua dhe duke më thënë që po ti gjithmonë me Zotin, ose që ke këtë Zot, ose dhe më shkruaj në portalet e mia, po prap unë nuk mund qëndroj e fort në atë fjalë që kam dhënë dhe që kam thënë që Zoti është shpëtimtari im, Zoti është shpresa, është jeta, është mrekulli në jetën time. Nuk kthehem nga i besim dhe dua që dhe mikeshave të mia t'ja bëj të ditur se kush është Zoti. Dhe dua që dhe ato të bashkohen me mua, të ecin në këtë rrugë për ta parë bukurinë dhe mrekullinë e Zotit. Çfarë më ka dhënë mua, t'ju japi dhe atyre në jetët e tyre. Dhe Zoti Jorgji ka vendosur edhe një talent në ty, shumë nga ata që të njohin e din, ti ke pasion këngën, së fundmi ke publikuar një këngë për Zotin që titullohet Dëgjoj zërin tënd. Urime, komplimente njërë për këngën. Faleminderit. Si lindi kjo këngë, si erdhi kjo këngë, ose së pari të lutem më trego pak, e ka pasur pasion këngën? Unë që e vogël kam kënduar kur është mosha ime e di, në pallatin e pionierëve, kur përshëndesnim kongreset e partisë, se kështu ishte. Patjetër që atëherë. Por dëshira ime ishte që unë ta vazhdoja këngën, po me që familjet tona në atë kohë kanë qenë partiarkale, nuk donin që vajzat të bëheshin artiste, se kështu ishte për ta mendimi. Zëri im, do me thënë, nuk e zhvillove këtë aftësi. Por kështu kam kënduar në shoqëri dhe kështu. Por që t'i jepja një adhurim, nuk do ma priste mendja që unë do këndoja dhe do adhuroja në një kish dhe të ngrija duart lart për t'i dhënë lavdi dhe nder Zotit tim. Po, pra zërin tënd, atë çfarë Zoti kishte vendosur në ty, ti kishe ku ta shpreje. Tek Zoti. E vërtet. Dhe kjo kënga e re që lindi ishte një bashkëpunim me një motër të krishterë, Suzana Plaku. Ajo dikur bëri një tekst dhe ma dha mua. Jorgjia tha, unë kam bërë një tekst dhe duam që ta bëjmë një këngë. Dhe unë duke pasur këtë tekstin përpara një ditë në shtëpinë time duke ndënjur, më erdhi kjo melodi në mendje dhe për një herë sa më erdhi melodia, unë mora telefonin edhe e incizova në telefonin tim. E këndova 1-2-3 herë dhe më doli një këngë që
i pëlqente zemrës time, po thash, këtë do ma pëlqej dhe Zoti. Kështu që kjo këngë erdhi gradualisht. Tash e kisha ëndër që doja këtë këngën ta bëja, të bëj diçka, domethënë që ta dëgjonin dhe të tjerët. Dhe falenderoj Zotin, e bëri të mundur që unë shkova në një studio, që incizova me video dhe kënga doli më në fund. Dhe është vërtet një këngë që edhe ka dhe tekstin shumë të bukur, domethënë dëgjoj zërin tënd. Domethënë ne në çdo moment duhet të dëgjojmë zërin e Zotit, sa ai na jep paqe, na jep dashuri, na hap një dritë në shtegun ton, atje ku ne ishim në errësirë. Prandaj besoj që kënga mund t'i ketë vletur edhe jo vetëm vetes time dhe Zotit që unë dua që me këtë këngë të dëgjojnë zërin e Zotit të gjithë ata që nuk janë të shpëtuar dhe t'i inkurajoj me zërin tim dhe të hecin dhe ato ose ta pranojnë edhe ato Zotin si Zot dhe shpëtimtar në jetët e tyre. Se me Zotin çdo gjë është e mundur. Me Zotin është gëzim dhe me Zotin është çdo gjë mrekulli që ne kemi prej tij. Po, dhe e ke kënduar shumë bukur. Suzana Plaku ka bërë tekstin, e përshëndesim me këtë rast. Kush e ka realizuar orkestrimin e këngës? Orkestrimin e këngës e ka bërë Marioli Dundo. Edhe atë e falenderoj nga zemra, se punoi shumë mirë me mua, një njeri i qetë, dhe them se kënga ka dalë bukur. Edhe këngë tamam për që prek zemrat e njerëzve. Dhe kjo më interesonte shumë. Ndërkohë Jorgji, le të ndjekim një pjesë nga kënga Dëgjoj zërin tënd dhe rikthehemi sërish për ta komentuar. Dëgjoj nga thellësi e frymës dëgjoj. Një fjalë, një urie, një fjalë ngushëllimi dëgjoj. Një zë të ëmbël, të butë dhe të qetë dëgjoj. Më flet, më tregon një dritë në jetë më gëzon. Dëgjoj zërin tënd, o Zot Perëndi, më deshe, më gjete, më nxore nga imja vetmi. Dëgjoj zërin tënd, o Zot Perëndi, më deshe, më gjete, më nxore nga imja vetmi. Më mban, pajson dhe i gazlon. Dashuria jote në mua buron e gufon. Dashuria jote më mban, pajson dhe i gazlon. Dashuria jote në mua buron e gufon. Dëgjoj zërin tënd, o Zot Perëndi, më deshe, më gjete, më nxore nga imja vetmi. Dëgjoj zërin tënd, o Zot Perëndi, më deshe, më gjete, më nxore nga imja vetmi. Dëgjoj nga thellësi e frymës dëgjoj. Një fjalë, një urie, një fjalë ngushëllimi dëgjoj.
Një zë të ëmbël të butë dhe të qetë, dëgjoj. Më flet, më tregon një dritë në jetë më gëzoj. Dëgjoj zërin tënd nga Jorgjia Diamanti. Kjo këngë është publikuar në rrjetin social YouTube dhe pra mund ta dëgjoni sa herë që dëshironi. Në fakt sa herë e dëgjoj këtë këngë, më ka krijuar Jorgji një shtys e një nxitje drejt adhurimit tek Zoti. Sa bekim është kur këngë të tilla i prekin zemrat e njerëzve, edhe i shtyn ata më thellë drejt Zotit. Kjo është e gjitha, që ne prandaj duhen të ngulmojmë me këngë adhurimi, ti dërgojmë lavdë Zotit ton për të, si të themi, për të ngushëlluar zemrat e atyre që akoma nuk e njohin Zotin, dhe të bëhen më të fortë në Zotin, se jo vetëm një adhurim, një fjalë, një mendim, një shpresë është çdo gjë që ne kërkojmë nga Zoti. Po si u prit kënga? Për shembull, ditën e parë kur publikohet kënga, është emocion për ty, për njerëzit e tu, si kanë qenë reagimet, kush ka reaguar i pari, kë ke pasur mbështetësin më të fortë në familje? Po, familja ishte e para, bile ato u impresionuan, do me thënë që, gjithë ky zë, shumë ma kanë thënë, nuk dua do me thënë të flasë për veten time, por gjë e veçantë ishte kur ne e vum atë ditë në kishën tonë, kur pastori e vuri në kishë, dhe me thënë të drejtën, jam prekur shumë, ka marrë shumë, u prit shumë mirë. Falenderime, është pritur shumë mirë, e kam pëlqyer shumë, më kanë dhënë atë vlerësimin e dur, por më shumë vlerësimin më ka dhënë Zoti. Patjetër. Se atij i drejtohem, por dhe njerëzit, falemderit Zotit që miqësia, shoqëria, gjithë njerëzit, dhe jam e gëzuar që atyre ju ka prekur zemrën kjo këngë. Dhe i lutem Zotit që të vazhdoj të bëj dhe këngë të tjera për Zotin, se ku ka më bukur të adhurosh dhe ti drejtohesh Zotit me një këngë zemre, se ai është Zoti dhe mrekullia, ose ai është princi i paqes, ai është mbret mi mbretër, qa zemra ime ndjen për të. Po, mua më pëlqen diçka tek ti Jorgji, sepse në biseda që kemi pasur më përpara, ti më kishe treguar që Nela, unë kam një këngë, do të shkoj ta incizoj, do doja ndoshta me kalimin e kohës t'i bëja edhe një videoklip, dhe më pëlqen sepse ti atë çfarë kishe finalizove dhe çove deri në fund, dhe në fakt kur pash këngën thash, okay, ja dole Jorgjia. Më pëlqeu që e çove në pikën e finalizimit, dhe a do të ketë këngë të tjera? Po, patjetër që do kemi këngë të tjera. Jemi gati. A je ullur që të mendosh ose të shkruash në një këngë? Pres tekstin tash, të marr një tekst tjetër. Pra si e merr frymëzimin për të shkruar ose për bërë një këngë fillimisht? Po, frymëzimi më vjen vetë nga Zoti. Dëgjoj, shikoj tekstin, nëpërmjet tekstit, bëj me veten time dhe vjen frymëzimi, dhe ja vë çado në moment që të më vi një melodi, unë ja vë këngës edhe me atë nuk kthehem mbrapa. Domethënë ajo që më vjen përspari, atë melodi. Edhe kësaj, kjo melodi më erdhi, me këtë melodi vazhdova deri në fund. Nuk ishte nevojë fare as për tu futur në një tjetër, ose jo, e vazhdova vetë edhe me melodin time, me zërin time, dhe doli goxha e bukur, ashtu siç unë e ndërroja. Dhe lavdi Zotit për bashkëpunimet e krishterë, në trupin e Krishtit Shqipërinë ne kemi plot njerëz talentuar që krijojnë tekste për Zotin, kemi persona që merren me muzikën, kemi kompozitor, kemi ata që bëjnë orkestrimin, kemi mundësi video, audio, pra thjesht mjafton që të kesh dëshire në zemër, edhe sot ka zgjedhje pafund për të sjellë një krijim tëndin, për ta bërë atë publik. Nuk ka mosh, them unë. Se vërtet, kjo imja është një qik në një mosh, por zëri dhe dashuria për Zotin nuk njohin mosh. Në çdo kohë mund t'i këndosh Zotit, edhe në qoftë se je e plakur, për shembull po ta kesh zërin, i vazhdon e adhuron Zotin, dhe kështu që askush nuk gjykon moshën tënde se ke bërë një këngë. Madje unë e thash që kjo këngë për mua personalisht ka qenë bekim dhe ja ka arritur qëllimit. Çfarë do t'i thoje një gruaje që nuk e ka njohur Zotin, siç ti e nje, Zotin Jezus? Unë ngulmoj shumë në këtë fjalë që më the ti, siç ta thash dhe më përpara, jo vetëm mikesha, po kudo që unë flas ose kudo ku hy, kam qef që t'i flas për Zotin. Unë edhe kur uftoj që bëj guita ose kur shkoj me pushime,
Unë faleminderit Zotit që shoqëria Misia ma ka pranuar fjalën e Zotit, ka madhuruar për Zotin, i kanë folë për Zotin, kanë ndodhur dëshmi dhe vërtet ato janë kënaqur shumë me fjalën që unë i kam drejtuar për Zotin dhe me adhurimin tim, prandaj çdo njeri duhet që ta kuptoj çfarë është fjala e Zotit ose ta kuptoj mrekullinë e Zotit, se po nuk i fole tjetër dhe ti thuash diçka për Zotin, nuk është e pamundur që ato të besojnë ose të ecin në rrugën e Zotit. Por, nga që unë mbushem dhe jam plot e mbushur me fjalën e Zotit, besoj se një ditë do vi që dhe ato mikeshat e mia të ma pranojnë fjalën time dhe pse mos harrin të vinë dhe në kishë të dëgjojnë fjalën e Zotit dhe të marrin nga mirësia, nga urtësia, nga fjala dhe nga çdo gjë që na jep Zoti. Po, ndërkohë do të kishe ti një këshill për ata të rinj që kanë talent në muzikë, por nuk kanë pasur ose nuk kanë mundësinë që ta zhvillojnë atë gjë, siç edhe për ty ndodhi për shumë vite, mbeti i fshehur ai talenti yt. Në fakt me mua ndryshonin çik puna, po për rinin kam shumë që rinia duhet patjetër nuk është vetëm zëri që mund të adhurosh Zotin. Nuk është zëri, dhe me një zë që mund të kesh zë që Zoti ta ka dhënë natyral me një fjalë, mund të adhurosh Zotin. Unë ju them të rive, mos u ngurtësoni, jini të hapuni për Zotin. Unë shkoj shpesh edhe në përkampet e adhurimit, se më pëlqen atje, dhe dua që rinia të jetë, mos jetë e ngurtësuar, të adhuroj Zotin. Prandaj unë ngulmoj dhe dua të lutem që rinia duhet ta bëj patjetër. Nuk ka gjë më të bukur se ta adhurosh Zotin. Në qoftë se ky është mesazhi i fundit ose pyetja e fundit, le të themi në këtë intervistë, nëse përballë teje do të ishte një grua që nuk e njeh Jezusin, ti çfarë do të guxoje ti thoja? Unë do t'i thoja që hajde të flas për Zotin dhe hajde, domethënë, të hecim bashkë të dyja dorë për dorë dhe të drejtoj unë hapat se ku duhet shkosh që të njohësh Zotin. Nuk ka gjë më të bukur. Dhe këtë unë e bëj. Dhe pres që Zoti të bëj mrekulli. Unë e bëj gjithmonë. Dhe lutem që ti të vazhdosh të jesh bekimet për gratë e tjera, e për njerëz të çdo moshe. Faleminderit Zotit për ty, të uroj jetë gjatë, Gjorgji. Faleminderit. Dhe faleminderit për thjeshtësinë e zemrës tënde. Faleminderit. Ndonjëherë fjalët e thjeshta flasin më shumë. Faleminderit dhe shumë bekime për ty. Edhe unë falenderoj Zotin shumë edhe them Zot më mbaj fort në këtë rrugë që jam dhe më jep fuqi, shpresë dhe na mbron nga çdo gjë nga çdo sulm, nga çdo sfidë. Me Zotin gjithmonë jam e gëzuar. Faleminderit Gjorgjia. Keni dëgjuar dëshminë e besimit tek Jezusi me fjalë të thjeshta, fjalë zemre nga Gjorgjia Diamanti dhe këngë që burojnë nga zemra e saj për Jezusin. Faleminderit miq që ishit me ne, mos harroni të qëndroni të lidhur me Zotin e të ndani dashurinë e tij kudo ku ju shkoni. Deri në takimin ton të radhës, ju urojmë bekime pafund.